ne si koalicion, si Parti Demokratike, si Aleancë për Shqipëri Madhështore, kemi kandidat në këto nivele. Dhe kjo duhet jetë krenaria jonë e parë. Edhe doktoresha, edhe Mondi janë kandidat që kanë zhvilluar një karrierë solide të Partia Demokratike. Arma e dytë është programi. Programi është gjithë përfshirës, të dashur vëllezër. Në këto 12 vite ka shkar Shqipëria. Ka shkar Shqipëria, kanë shkar programe qeveritare dhe për herë të parë vendoset theksi tek qytetari, tek interesat e qytetarit të thjesht, të fermerit, të pensionistit, të personave me aftësi të kufizuara, të personave vulnerabël. Dhe jo më kot, ne kemi zgjedhur që në fillim do vendosi minimumin jetik 200 euro, po automatikisht me këtë minimum jetik shkon pensioni 200 euro në veçanti për prindrit të afërmit tanë që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore dhe sot pensionin mund ta marrin 90.000 lekë të vjetra, ka dhe 80.000. Dhe pjesën tjetër ne i ngrëm 20% do vazhdojmë me këto. Dhe tek ajo pag minimale 500 euro. Dhe këtë pag ne zotojemi që do të jetë dhe për ata punonjësit e nënpunësit punëtorët në administratën shtetërore, po edhe në sistemin privat duke kompensuar sistemin privat. Ne këtë e konsiderojmë program të emergjencës, program të 100 ditëve të para. Dhe në rast se ne nuk e realizojmë këtë program, por të largohemi, ne deklarojmë ato gjëra që do realizojmë dhe do t'i realizojmë të gjitha ato gjëra që ne po deklarojmë. Programi Partisë Demokratike nuk është thjesht programi një partie politike. Programi Partisë Demokratike është një projekt i madh kombëtar që sot më shumë se kur i nevojitet Shqipërisë. Ne i kërkojmë votat për Partinë Demokratike, për njëshin, se jemi njësha, për Aleancën për Shqipëri Madhështore dhe i kërkojmë për fëmijët tanë. Asnjëherë ajo që është premtuar si shëndetësi falas nuk është zbatuar dhe nuk ka qenë asnjëherë në fokus pacienti apo qytetari. Ne zotojemi që mbas 11 maj, me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, e cila ka një plan shumë të mirë zbatuar, të bazuar në programin e Partisë Demokratike për shëndetësinë, do të ketë në fokus pacientin, i cili do të ketë shumë të mira të perceptueshme dhe shumë të mira në favor të shëndetit dhe cilësisë jetës së tij. Një nga hallkat kryesore që Partia Demokratike ofron në programin e shëndetësisë do të jetë patjetër pjesa e pagave që ofrohet për mjekët dhe për infermierët, dyfishimi i numrit të pagave për mjekët dhe infermierët, dyfishimi i buxhetit në tërësi të sistemit shëndetësor. Barnat kanë qenë nga barnat e rimbursueshme, në thonjzat e rimbursueshme, ka qenë një shqetësim ndër vite që jam e sigurt që mbas datës 11 maj, në 12 maj, me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet do të marrë zgjidhje për të gjithë. Ne sot ndodhemi vetëm 10 ditë larg finishit madh, larg ditës së madhe. Që të jemi vërtetë që këtë fitore ta thellojmë, duhet që këto 10 ditë që kanë mbetur, ne të bëjmë natën ditë për të trokitur edhe në ato pak dyja që na kanë mbetur pa trokitur, të bisedojmë edhe me ata pak njerëz që na kanë mbetur pa biseduar, në mënyrë që fitoria të jetë vërtet madhështore.